1700 vite nga sinodi i parë ekumenik i Nikeas mbajtur në vitin 325 që shënoi një moment të madh bashkimi për të krishterët, Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë dhe Kisha Katolike përmes Arqipeshkëvisë Tiranë-Durrës kanë mbajtur një simpozium që synoi të përkujtojë rolin e një ngjarjeje të madhe në historinë e Kishës e krishtërimit. Kërësiati Joani, kryepeshkopi i Kishës Ortodokse Autoqefale, solli në vëmendje rëndësinë e vendimeve të sinodit, duke kujtuar se Zoti nuk është spektator i largët, por i pranishëm në momentet e vështira të jetës sonë. Sinodi i parë ekumenik nuk ishte vetëm një episod i përballjes doktrinare me herezitë e kohës, por dhe një hap themelor dhe i domosdoshëm, simboli i besimit, i formuluar në Nikea dhe i plotësuar në Konstantinopol, është faktori unifikues për të gjithë të krishterët, pavarësisht ndarjeve dhe skizmave. Gjatë shekujve, besimi në një Zot Jezu Krisht, birin e vetëm lindur të Perëndisë, mbetet akoma i përbashkët për shumicën ndërmuese të krishterëve në mbar botën. Nga përcaktimi i kohës së Pashkës e pranimi i 3 qendrave kryesore të Kishës, në Rom, Aleksandri e Antioki, nga zgjidhja e keqkuptimeve brenda Kishës dhe vendosja e rregullave për jetën e klerikëve, Sinodi i Nikeas vuri themelet e besimit duke përcaktuar se në çfarë besojnë të krishterët dhe si duhet ta jetojnë besimin e tyre. Imzot Arjan Dodaj nga i Peshkvia Tiranë-Durrës e Kishës Katolike tha se besorja nuk është vetëm dokument teologjik, por edhe një formulë liturgjike. Pozicionet ndaheshin kryesisht në 2 grupe, arianët, të cilët pohonin se biri ishte një krijesë dhe jo Zot me të njëjtën esencë. Ortodokset, të cilët pohonin se biri është homoousios, bashkëqënës me Atin, do me thënë i së njëjtës substancë dhe natyrë hyjnore. Pikërisht është termini homoousios që do jetë vendimtar. Bëhej fjalë për një term që kishte qenë i pranishëm në disa kontekste teologjike, por që nuk ishte përdorur kur zyrtarisht nga e gjithë Kisha. E organizuar në nxitjen e perandorit Konstantin në sinodin ekumenik të vitit 325, morën pjesë 318 peshkop të kohës, duke i dhënë formë unitetit mes të krishterëve në mbar botën.